Shqipëria vendi me bukurim magjepsëse, histori të pasur dhe potenciale të paktën. Por disa nga thesaret e saj mbeten ende të fshehura. Projekti Hospitality Albania i korporatës investimeve shqiptare po i zhndërron këto rezidenca në destinacione të reja turistike dhe të mikpritjes shqiptare. Përmes partneriteteve publike-private ne po krijojmë një model të ri të zhvillimit, ku trashëgimia takon inovacionin, ku zhvillimi e modernizimit takon qëndrueshmërinë. Nuk është thjesht një investim, është një revolucion në turizmin shqiptar, një hap përpara për të forcuar pozitën e Shqipërisë në hartën globale të destinacioneve premium. Vizionar të arkitekturës me dashuri të veçantë e turizmit dhe trashëgimisë, ju presim që bashkë ndër të ndarmen. Hospitality Albania, aty ku bukurit e rralla dhe historia shkrihen me potencialin ende për të nxjerrur universet. Zonja dhe zotrinj, në hapje të këtij event të rikonceptimi rezidencave qeveritare në struktura akomodimi elitare, Vila Velipoj dhe Vila Vlor, Hospitality Albania, ftojmë për fjalën e saj të mirëseardhjes drejtoren ekzekutive të Korporatës së Investimeve Shqiptare, zonjën Elira Kokona. Të nderuar, sot, nëpërmjet përzgjedhjes së studios fituese, si dhe skuadrës e cila do të jetë në gjendje të realizojë projektin arkitekturor, të rikonceptimit dhe rijetëzimit të vilës në Vlorë dhe të vilës së Velipojës, si struktura akomoduese elitare, shënojmë një hap të rëndësishëm jo vetëm për AIC-n, por dhe për zhvillimin ekonomik dhe turistik të vendit. Si një aktorët kryesor të promovimit dhe investimeve strategjike, AIC është një forcë lëvizëse në transformimin e aseteve kombëtare në burime të qëndrueshme të rritjes. Projekti Hospitality Albania është një tjetër provë e këtij përkushtimi, ku ne nuk riaktivizojmë thjesht asetet të nënshfrytzuara, por krijojmë vlera të qëndrueshme të përhershme për ekonominë dhe turizmin shqiptar. Ky projekt synon ripërdorimin dhe modernizimin e rezidencave qeveritare, të cilat aktualisht janë struktura të amortizuara me përdorim sporadik dhe kërkesa të larta për mirëmbajtje, duke kthyer ato në destinacione ekskluzive dhe tërheqëse për turizmin elitar dhe pritjen e personaliteteve të rëndësishme. Godina të tjera qeveritare, si ato në Gjirokastër, Kukës apo qytete të tjera, do të jenë gjithashtu pjesë e këtij projekti investimi në muajt në vijim. Nisma jon synon të çlirojë dhe të maksimalizojë potencialet e aseteve të veçanta, duke integruar në tregun fitimprurës global të turizmit, një sektor kyç për të ardhmen e zhvillimit të Shqipërisë. Projekti Hospitality Albania, ashtu si dhe projektet e tjera të zhvillimit të pronave publike, të realizuar nga Korporata e Investimeve Shqiptare, luan një rol të rëndësishëm në rigjallërimin ekonomik dhe turistik të këtyre zonave, duke kthyer ato prona të nënshfrytzuar në qendra tërheqëse, që reflektojnë harmoninë midis inovacionit dhe peizazhit unik natyror. Hospitality Albania realizohet nëpërmjet një modeli partneriteti, ku korporata ka rolin e ndërmjetësuesit midis institucionit publik që ka interes të zhvillojë asetet e tij dhe të përfitojë godinat e standardeve bashkëkohore, dhe partnerit privat, që posedon burime financiare, njerëzore dhe ekzekutive në aktivitetin e menaxhimit të strukturave hoteliere dhe ka interes në realizimin e këtij projekti investimi. Turizmi elitar nuk është thjesht një treg, por një levë për të tërhequr investimet cilësore, për të promovuar Shqipërinë si destinacion premium dhe për të forcuar pozicionin tonë në hartën globale të mirëpritjes. Ky event sot merr një peshë të veçantë pasi zhvillohet në vigjilje të Bread and Heart Festival, Bring Some Salt Please, një event madhor, i mirëpritur në Shqipëri në transformimit urban, ku filozofia dhe kapacitetet e ekselencave botërore në arkitekturë, inxhinieri e artë po japin qyteteve tona një vlerë unikale në ndërtimin dhe udhëheqjen e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit të drejtuar nga Kryeministri. Por sot është radha e Vlorës dhe Velipojës, e Shkodrës, për të prekur magjinë e punës së skuadrave të arkitektëve pjesëmarrës, punë të cilën së bashku me kryetarët e bashkive dhe të këtyre qyteteve, si dhe sipërmarrësit e skuadrave dhe zhvilluesit e skuadrave fituese, do të mund t'i bëjmë realitet.
Falenderoj skuadrët garuese të cilat besuan në këtë garë. Garë e cila, me vlerësimin e çmuar të jurisë ndërkombëtare të përbërë nga ekspertë të fushës dhe nga kolegë të dashur, me prezencën e ministres Kumbaro dhe mbështetjen e pakursyre të kryeministrit Rama, është tashmë një eksperiencë unike. Në mbyllje, dua t'ju siguroj që AIC do të vazhdojë të garantojë transparencë dhe profesionalizëm në çdo hap e çdo punë të saj. Siç mund të shihet në prezantimet në ekran, në faqen e korporatës mund të gjeni hartën e projekteve tona, të cilat pasqyrojnë jo vetëm vendin gjeografik, por dhe të dhënat e nevojshme për çdo vlerësim fizibiliteti dhe analizë përfitueshmërie që investitori do duhet të bëjë për të eksploruar mundësinë e biznesit në Shqipëri. Garat, në virim dhe ato të planifikuara për të ardhmen, janë gjithashtu informacion që ndihmojnë në planifikimin e bashkëpunimit tuaj me AIC-n. Një falënderim i veçantë shkon për stafin e AIC-s, që meritën për kushtim dhe profesionalizëm po bën realitet një Shqipëri pa burokraci, ku mundësia e biznesit, korrektësia në punë dhe eficienca jonë janë realitete të prekshme nga kushdo. Por sot jemi edhe për turizmin dhe sidomos për infrastrukturat turistike në Shqipërinë dhe të gjitha shqisave. Ndaj ftoj zonjën Mirela Kumbare, Ministre e Turizmit dhe Mjedisit, për fjalën e rastit. Ju falenderoj për vëmendjen dhe suksese garuesve. Mirë se erdhët, aq më tepër në një ndërtesë të artit dhe të kulturës. Në vitin 2014, atëherë në një tjetër detyrë, bashkë me kryeministrin Edi Rama, ju dham një vëmendje të veçantë atyre që i quajtëm vendet e kujtesës. Duke filluar nga dokumentat, ku në vitin 2016 hapëm gjithë dosjet e periudhës së diktaturës për të prodhuar një tjetër qasje në raport me kujtesën, me historinë tonë 50 vjeçare të diktaturës, hapëm shumë nga vendet që jo vetëm ishin misterioze të frikshme për 50 vjet, por mbetën të mbyllura dhe për 25 vite mbrapa mbasi diktatura ra. Kam këtu parasysh Bunkart, të dyja, që sot janë nga destinacionet më të preferuara në Tiranë, shtëpia me gjethe, që është prap një ndër patentat apo pasaportat më të rëndësishme të kujtesës historike, po dhe të turizmit historik po aq. Janë vende që flasin dhe që dëshmojnë nga njëherë më mirë se sa subjektivizmi i dëshmitarve ende të gjallë. Nuk e kemi nga ana tjetër luksi në të Shqipërinë e vogël të mbajmë të mbyllura apo të mbajmë në rënoja apo aq më keq të mbajmë bosh dhe të papërdorura vende të cilët na i la trashëgim ajo periudhë e hidhur e historisë sonë. Nuk është zgjuarsi ta mohosh ato që të ka ndodhur, po të dish ta përballesh dhe të dish ta rikthesh në vlerë vende të cilat janë sot vende arti dhe vende kujtese, vende dokumentimi dhe një kujtese dhe edukimi njëkohësisht, siç ishin objektet që përmenda pak më parë, vende kujtese dhe vende mikpritje gjithashtu. Por edhe vende që gjenerojnë ekonomi dhe ku tjetër në atë që është sot që po ndërtojmë industria më e gjallë, më interesante dhe padyshim me suksesshmja në rrugën për zhvillim. Industria e turizmit, ose ndryshe, industria e mikpritjes. Vila 31 me Fondacionin Art Explora, Vila 30, njëkohësisht muze dhe vend mikpritje, janë sot stacione turistike në Tiranë, por edhe mënyra më e mirë për t'i folur, dhe këtu e dua ta theksoj, për t'i folur një brezi që diktatura ju duket gjithmonë e më e largët, por që na duhet ta përkthejmë sot për të mos ta haruar në kodet e komunikimit të brezit të ri dhe të brezave që do vinë, por gjithashtu për t'i folur me një kartë vizit ndryshe dhe shumë vizitorëve tuaj që vetëm në vitin që shkoi arritën numrin 12 milion vizitorë. Ndërkohë që në 4 muajt e parë të këtij viti janë 7% më shumë se sa e njëjta periudhë e vitit kaluar. Është një mënyrë për të komunikuar, por është gjithashtu dhe një mënyrë për të zhvilluar dhe për të gjeneruar ekonomi. Në këtë kuptim, duam të prezantojmë dhe të rihetësojmë Shqipërinë që ishte, Shqipërinë që është, por sidomos Shqipërinë që po bëhet. Prandaj,
Shumë faleminderit dhe dua të përgëzoj një bashkëpunim shumë të frutshëm të agjencive tona të rëndësishme zhvillimit, përgëzoj Korporatën Shqiptare për Investime dhe AKPT-n për organizimin e këtyre konkurseve dhe Agjencinë e Zhvillimit të Territorit, të cilët praktikisht konkurset nuk i kanë thjesht evente një herë në kaq kohë, por janë kthyer në punën tuaj të përditshme, punë që gjeneron projekte, por që gjeneron edhe një vorbull energjie krijuese. Sepse fal këtyre konkurse jo vetëm tërheqim dijen dhe ekspertizën në të mirë të arkitekturës, por edhe nxitim praktikisht energjinë kreative brenda vendit në ruajtjen e trashëgimisë përmes koncepteve të reja të menaxhimit, të aseteve publike. Sot kemi Vlorën dhe Velipojën, me ato që ne quajmë shtëpitë e pritjes, por po të futemi pak në histori, është pikërisht copza dëshmie të atij gjysmë shekulli izolimi që sot dalin dritë, fal këtyre aktiviteteve, fal kësaj energjie. Dhe padyshim, siç e përmendi pak më parë zonja Kokona, do të vijojnë edhe me objekte të tjera. Mezi pres që në fakt i zbuloj ato që do të kemi sot në konkursin e sotëm, mezi pres të bëhet konkursi për të njëjtin objekt në Gjirokastër, nuk e fshes subjektivizmin tim tashmë të njohur publikisht, sepse si pjesë e këtij zinxhiri dhe mikpritja hospitality në Shqipëri, in Albania, ka krijuar një koncept të ri për gjithë, Albanity. Dhe Buk e Krip e Zemër, siç është dhe emri, në fakt Buk e Krip është emri i festivalit që ju, Adelina edhe Ada do të bëni këtë fundjavë, unë do t'i shtoja dhe zemrën, Buk e Krip e Zemër, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Zonja dhe zotrinë, në vijim, ftojmë për fjalën e tij përshëndetse Kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Mirëdita të gjithëve dhe shumë shkurt, sepse më e rëndësishme se sa çdo njëra nga fjalët tona këtu është gara e sotme, në cilën përsëri janë përfshirë një grup arkitektësh shumë të mirë dhe me eksperiencë dhe prestigj ndërkombëtar. Sot ne hapim një tjetër nga kapitujt e punës të Korporatës Shqiptare të Investimeve, kapitulli i cili ka të bëjë me rrjetin e rezidencave të dikurshme qeveritare, të cilat prej shumë kohësh kanë mbetur në një limbo si rezultat i mos përdorimit të tyre për shkak të humbjes funksionit faktikisht. Dhe eksperienca e dy rezidencave këtu në Tiranë, që tani më janë transformuar njëra në një shtëpi pritjeje të shtetit shqiptar për personalitete të fushave të ndryshme dhe tjetra në një qendër për artistë të rinj nga gjithë bota në bashkëpunim me fondacionin e njohur francez Art Explora, na kanë treguar që kjo është rruga për t'i kthyer këto asete në funksione me interes publik dhe nga ana tjetër për t'i rihetëzuar duke e futur shtetin si partner dhe duke i dhënë mundësi sipërmarrjes që i transformojë në burim të ardhurash. Dhe ky është rasti i dy projekteve për cilat bëhet konkursi i sotëm. Njëri për vilën e udhëheqësit dhe diktatorit shqiptar
në Vlorë dhe tjetri për një tjetër rezidencë qeveritare në zonën e Velipojës. Është një rrugë e re që ne po i shkelim, besoj unë, me sukses, por mbi të gjitha ku po praktikisht shikojmë potencialin e madh që ka vënia në shfrytëzim e aseteve shtetërore për ta përfshirë publikun përmes shtetit si një palë e interesuar, duke ndryshuar praktikisht hapasapi dhe formulat e ndërveprimit me privatin, të cilat deri dje kanë qenë shumë bazike, shumë të drejtë për drejta, dhe e kanë privuar shtetin nga shumë kapacitete për të krijuar të ardhura. Kështu që duke i bashkuar këto interesa dhe duke vënë shtetin në rolin e një pronari të zakonshëm, si palë në sipërmarrje, ne po zhvillojmë një infrastrukturë të re faktikisht financiare për shtetin, duke u bazuar tek modelet më të mira në Europë, që janë modelet si motrave të agjencisë të korporatës shqiptare të investimeve, dhe që në Itali apo në Spanjë zotrojnë asete dhe marrin të ardhura jashtëzakonisht mbretëslënse, të cilat vijnë në dispozicion të interesit publik për të investuar në infrastrukturë publike dhe për të përfshirë kapacitetet shtetërore në rritjen e ekonomisë, por edhe në përfitimin nga kjo rritje. Kështu që me kënaqësinë dhe me falënderimin për të gjitha studiot që janë përfshirë në këtë konkurs, duke qenë i bindur që konkursi do të jetë një tjetër vlerë shtuar dhe në një aspekt tjetër, që është rritja e mëtejshme e koleksionit të kontributeve nga arkitekt ndër më të mirët sot në Europë edhe në botë, si dhe duke falenderuar edhe antarët e jurisë që kanë ardhur nga jashtë për të na asistuar në të vendimarrje. Ju uroj të gjithë pjesëmarrësve sukses.